Zoti Islami, si mendoni, a I ka bërë Edi Rama një sfidë hapur Shtetet Bashkuara të Amerikës teksa uli në krah të Nancy Van Hornit Belinda Ballukun, të cilën spaku dhe gjykata e posaçme ka konsideruar tashmë si të pandehur dhe kërkon kuvendit arrestimin e saj. Bravo I qoftë Edi Rama, stallet me Amerikën, I lumë, të shkon gomarinur, thot populli ynë. Bravo I qoftë. Ja urdhoj, ja tek janë. E ka ai më pasë se që ka bërë sot pislokun, nuk ka ku shkoj më. Kjo do thotë që ai ka një mbështetje të fuqishme. Dhe kjo mbështetje fuqishme e tij nuk ishte Kina dhe te Rusia, sa që thash më para. Është brenda në Amerikë. Është brenda në Amerikë, prandaj administrata amerikane aktuale të kontrollojë, të shikojë kush e mbështet Edi Ramën, kush e mbron Edi Ramën para krimit që ka bërë duke rekrutuar numrin 2 të FBI-t në New York. Këto duhet shikoj Amerika, edhe të mos thotë ja mos ka gjë se me çka qetësi dhe s'ka problem. Ka problem dhe problemi shumë I madh. Zoti Islami, në këtë rast si mendoni, cila duhet të jetë përgjigjja amerikane teksa vazhdimisht administrata e Donald Trump ka kërkuar luftën ndaj trafikut të drogës, luftën ndaj korrupsionit dhe ka hartuar dhe I projekt ligj kundrejt Ballkanit Perëndimor në këtë rast. I ka të tëra dokumentat e të tëra provat I ka se kuptoj pse nuk vepron. I ka të tëra provat, duke filluar që nga Zibraka, I ka prova ka pa fund Amerika. Këtë s'po kuptoj pse nuk vepron. Çfarë ka ndodhur? Çfarë po ndodh? Nuk e di, jam në gjendje ta gjej këtë. Se provat I ka. Atëre pse nuk vepron? Është pyetje që po e bëj për të disa të herë dhe s'po marr përgjigje. Ta thonë pse nuk vepron. Mos ndoshta e ka lënë në moment caktuar për të goditur një nga një liderët autoritar të vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke qenë se Aleksandar Vučić deklaroi se me shumë gjas Serbia do shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Serbia zotëri ka mbështetje Rusi. Ne s'kemi mbështetje, ne mbështetjen e vetme që kemi shpresojmë se kemi vetëm Amerikën. Nëse Amerika nuk na mbështet, atëherë ne jemi të mbaruar. Ne jemi të parmatosur. Ne në pushtet kemi shtetas grek. Kemi shtetas grek. 3, jo 1. Dhe kemi trekëndçin e Ministrisë Mbrojtjes. Ministri dhe 2 zëvendës ministrat mbrojtjes. I ka greku. Çfarë bën Amerika në këtë rast? Zoti Islami, cilët janë ato vende, po themi nga e merr fuqinë Edi Rama dhe kush e mban ende në pushtet me gjithë këto skandale, apo është opozita e dobët dhe shqiptarët që nuk ngrihen në protesta? Jo, e para është Amerika. Këtë administrata e zotit Trump ta kërkoi problemin e Edi Ramës në Amerikë. Ta krijoi tek ajo gruaja e tij si e quajnë të Bilalit. E ta kërkoi te gjithë ato pislëqe dhe maskarallë që tjera që ka bërë Edi Rama dhe Amerika hesht. Ne nuk kemi budallit mos e shikojmë që ai mbështetjen e ka në Amerikë. E ka në Amerikë mbështetjen, pik. Ta gjejmë ku flën lepuri në Amerikë. Unë po e them tull fare, pas të fare. Ta dëgjoj zonja e ngarkuar me punë, zonja Nancy. Ta dëgjoj dhe ta dëgjoj mirë bile. Dhe unë bëj thirrje punojësve special që janë pra të punë në ambasadën amerikane në Tiranë, që këto që mund t'ja çojnë dhe të gjejnë ku e ka mbështetjen në Amerikë Edi Rama, se mbështetjen e ka atje. Zoti Islami, ndërkohë ambasada amerikane dhe konkretisht e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane Nancy Van Horn ka pritur kryetarin e gjykatës kushtetuese në një vizitë që ajo ka zhvilluar në ambasadë, ku është theksuar midis të tjerave dhe lufta ndaj trafikut të drogës. A mendoni se ky është një mesazh mbi atë që do të ndodhë në 22 janar, ku gjykata kushtetuese do të shqyrtojë në seancë të hapur çështjen e Belinda Ballukut, konkretisht ankesën e Edi Ramës? Në mos gaboj, kryetari i gjykatës kushtetuese është Ina Rama, apo jo? Jo. Nuk është Ina Rama. Zonja Nancy duhet të pastrojë gjykatën kushtetuese nga agent të sigurimit shtetit të dokumentuar dhe të publikuar 2-3 ditë të fundit. Ina Rama, që është në gjykatën kushtetuese, ka qenë agent e sigurimit shtetit. Pik. Pra gjykata kushtetuese është e komanduar
ekskluzivisht 100% nga komunistët shqiptarë në pushtet. Dhe ajo pa zgjidhur këtë problem nuk bën dot gjë tjetër. Kështu, ajo zonja që është kryetare e gjykatës kushtetuese sot në Shqipëri, ajo ka mbështetjen dhe ka edhe presionin dhe mbështetjen e Edi Ramës. Se Edi Rama është diktatori, më diktator se Enver Hoxha. Pse them është diktator? Dhe asnjë s'ka guxim t'ia thotë. Edi Rama pushtetin legislativ e ka ai, e komandon ai parlamentin, komandon ai qeverinë, komandon ai drejtësinë, komandon ai median. Atëherë çka kishte më pak Enver Hoxha nga këto që ka ky sot? Asnjë s'kishte më pak. Bile jo dhe kaq me kaq egërsi sa i ushtron këto pushtete. Pra Edi Rama sot është diktatori i fundit në Ballkan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të rivendosin demokracinë në Shqipëri. Jemi në vitin 90 zotëri, 1990 duhet të rrëzojmë diktaturën. Pik. Për këtë duam ndihmën e ambasadës amerikane dhe të Shtetet e Bashkuara. Për të qenë të saktë, kryetaria e re e gjykatës kushtetuese është Fiona Papiorgji, së cilës e ngarkuara me punë ambasadën amerikane Nancy Van Horn i ka kërkuar midis të tjerash që ky institucion dhe institucionet e tjera drejtësisë të vendosin para ligjit të gjithë shkelësit dhe abuzuesit e ligjit. Në këtë rast, a mendoni se do të ketë një mbështetje në blok të Shtetet Bashkuara të Amerikës për vijimin e mëtejshëm të punës së SPAK-ut, por edhe institucionet e tjera drejtësisë? Nuk e di, këtë mbështetje e shikoj vetëm në fjalë, në vepra nuk shoh gjë. Dhe mbështetja për mua do ishte që SPAK-u të kishte filluar urgjentisht arrestimet. Po unë shpreh mendimin e qytetarëve të lirë, unë pra të jam të shpreh mendimin e këtyre që më takojnë në rrugë, dhe që më thonë, zoti avokati tua gjërat shumë mirë, po pse s'po bëhen? Dhe unë këtë po pyes, që pengon Amerikën që të fillojë arrestimet? Çfarë presim? Nuk na kanë thënë deri tani, as ambasada amerikane, as zonja Van Horn, nuk na kanë thënë çfarë i pengon të zbatojnë ligjin dhe të ekzekutojnë arrestimet. Çfarë i pengon? I pengon pushteti absolut, po a them unë, pushteti absolut që ka Edi Rama më absolut se Enver Hoxha. Dhe që Edi Rama mbështetjen e ka në Washington, e ka në ish administratën amerikane para Donald Trump, e ka atje mbështetjen, nuk kemi qorra. Zguxojnë ta thonë, dhe mos ta thonë se s'kanë që bëjnë, e dim dhe këto. Ose nëse kanë që bëjnë dhe si bëjnë, nuk duan ta bëjnë. Pra ne duam që të rivendoset demokracia në Shqipëri. Zoti Islami, si është mundur nisur nga optika juaj që tashmë tuneli i Llogaras ka filluar që të nxjerrë ujë? A është gjë normale kjo që ndodh me tunelet në këto raste? Apo kemi të bëjmë me atë që inxhinieri grek kishte thënë që nuk i është hedhur edhe as çelik vetë tunelit? Inxhinieri grek si grek që është, se nuk e tha të vërtet që kish parë, para se të vej tunelin punë, pse nuk e tha? Po e la mbasi u vunë punë, mbasi që të dilnin dhe pislëqet, por dhe që të sabotohej, se Greqia nuk ka dashur që të bëhet ai tunel. Dhe Greqia nuk doj që të zhvillohet Shqipëria. Dhe Greqia po na vë shkopin rrota ditë për ditë, minutë për minutë, orë për orë, sekond për sekond. Dhe nuk i thot kurkush stop. Ndaj e kërkojnë ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës unë, sepse po na shkelin dhe po na shpopullojnë, po na vjedhin pronat. Zoti Islami, si keni parë denoncimet e fundit të Arben Ahmetajt, i cili i nxori me dosje njëra pas tjetrës të gjitha shkeljet dhe abuzimet e Edi Ramës? Shiko, Arben Ahmetaj, për ju që e keni ndjekur dhe që e dëgjoni, mendoni që ai diçka ka thënë, për mua s'ka thënë asnjë. Po çfarë duhet thot tjetër ai? Ja çfarë duhet thot? Duhet thot të tëra filmat dhe dokumentat që ka bërë, tenderat që ka dhënë Edi Rama personalisht me atë plaçkitse. Mira ka vënë emrin e saj plaçkitse, asaj lubi. Po i ka thënë pra, i ka thënë njëra pas tjetrës në intervistat. Bukuri. Atëre i ka thënë në intervista jo të vetit ti thot atje ku duhet, në drejtësi, jo në intervista. Po
spaku në një farë mënyre edhe nga indicjet e Arben Ahmetajt i ka zhvilluar disa aksione. Po pse si vazhdon në aksione deri në fund? Qa ka spaku? Që pengon? Pra nuk e lë. Ore paradokset e Shqipërisë nuk kanë anë e udhë. Ore, zëvendës kryeministri është e pandehur zotëri. Ishtë ndaluar kalimi i shtetit dhe ajo brethe lirë dhe delde në kratë të ngarkuarës amerikane në ambasadën amerikane në Tiranë. Kujdes edhin këto amerikanë? Qora jemi neve? Jo më shesin ata, pik. Ndryshe zonja Nensi sot, ose dje kur ka dalë me atë zonjë në krah, thos të lutem, unë nuk rri në krah, nuk mbaj në krah njerëz që janë të akuzuar nga drejtësia. Jo e mbajnë ata pa dhe thonë të rritëm. Dhe të vi keq që them unë kështu. Dhe të më vrasën fundit. Po jam shqiptar dhe do ta them atë që është siç është. Dhe shqiptarëve duhet të hapen syt që ne këtë diktaturë po ne mbajnë në kurriz amerikanë, pik.